Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës ujorit të dashur ujor. Një lexim pak sa do të thosha i koklavitur. Është një lidhje, mund të jetë një lidhje emocionale, mund të jetë një situatë në familje apo punë. Ju merreni për çfarëdo që të është për ju të dashur, por kam 10 të kupës që tregon një potencial të madh në këtë lidhje emocionale, marrëdhënie, që familje, miqësi apo partneritet. Jeni duke kërkuar diçka më ideale se ç'është në fakt. Tani, e di si shkoj, ka potencial të bëhet vërtet e mrekullueshme, por potencialin sikur po ja fikni ju vetë. Personi kur bën gabime apo situata që nuk është ashtu siç dëshironi, po e arsitoni, po mundoni ta shfaqsoni, po mundoni nuk është ashtu e kështu, ndërsa në darkë natën kur ngeleni ju dhe mendimet e juaja nuk është ashtu. Dhe kjo çfarë më thot këtu? Kjo ka potencial të jeni të sinqertë dhe të flisni hapur me partnerin. Absolutisht, mbretëresha e kupës është një periudhë ku emocionet tuaja janë të thella dhe intuitive. Je shumë e ndjeshme ndaj ato çfarë po ndodhin përreth dhe dje duke i mbartur emocionet e tjetrit apo emocionet që nuk kanë të bëjnë me ty, dhe kjo është një barë për ju. Krijo kufi emocional të shëndetshëm, është këshilla e letrës, jep dashuri për pa harruar veten. Uji të shëron, arti të shëron, lejon dëshmërinë të jetë dhunti, jo barë. Tani po e marr uji të bën, po që dhe të bëdëm, po e të prove. Dhe është gjitha do thot je duke e di si e shkruaj, është pak sa i koklavitur, sa më jep një gjë tjetër, sa më jep një gjë tjetër këtu. Sikur dhe nuk jeni të qartë me veten e juaj. Çfarëdo që jeni duke arsyetuar para botës, arsyetoni veten e juaj. Sigur po e humba kontrollin, është mi financa, emocione ose njerëzit. Mund të jesh duke përpjekur të mbash gjithçka të sigurt, por kjo po ju izolon të dashur jor. Lësho kontrollin aty ku është i tepërt. Mbajtje e fortë çdo gjë nuk e mbron. Të mban pezull. Mbështetu tek besimi, jo tek frika. Çfarëdo që të jetë ja ku është dielli, mund të ndriçohesh, siç thash, është poshtë 10 të kupës, që është letra më e bukur në tarot për dashuri. Dritë, sukses, gëzim, harmoni në rrugën e juaj ku jeni duke ecur. Jeni në një moment ku vërteta del në pa dhe gëzimi është i aksesueshëm apo i gjetur apo i parë. Mos e vono gëzimin kur gjithçka të jetë në rregull, sikur jo nuk është akoma ajo që dua, pastaj prit të pres, pastaj do gëzoj, pastaj dhe e po e humbasim qastin, po e humbasim atë mundësi që është aty. 6 të shkopive është fitore e pastër që meriton, është përpjekjet që feston apo kremton përpjekjet e juaja të dashur, që ke treguar gjithë këtë periudhët dhe i ke kaluar me vështirësi. Tani, këtu është e kundërta, prandaj po them, nuk e di cilën dhe si ta lidh leximin, në kuptimin asaj që tani po e marr një shembull, metaforik, nuk do të thotë patjetër që do përshtatet me ju, por që në kuptimin e asaj që ankthin, fajsimin, vetkritika të mbajnë të zgjuar mendërisht dhe emocionalisht, nga që ato çfarë duke ndërtuar në kokën e juaj përpara botës është komplet diçka tjetër, dhe natën kur jeni vetëm apo në momente kur jeni vetëm, ju jeni komplet një person tjetër, sikur po e mbronin një person për të arsyetuar për njërin apo tjetrën arsye, dhe kur ngeleni vetëm është ajo pasqyra e sinqeritetit apo të gjitha kanë dalë në pa. Pra, të keni kujdes, këtu ka mundësi, potencial, kjo punë, kjo investim, kjo familje, kjo partner, të ketë të bëjë diçka e madhe. Duhet të jeni të sinqertë, mos mbroni diçka që nuk duhet të mbrojtur. Është më mirë një vërtet e hidhur se një gënjeshtër e bardhë, të dashur apo e bukur. Të dashurior, nëse dëshironi të vërtet të keni sukses në këtë, të jeni të sinqertë dhe me letra hapur të flitet për këtë dashuri, punë, situatë, çfarëdo që të jetë.